Fenomeni shkodran Luiz Eli duket se nuk I ndahet bashkëshortes së tij edhe kur ajo largohet për punë. Një detaj të jetë I bukur në një nga videot që moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar në profilin e saj Instagram para pak minutash ka pushtuar rrjetet sociale dhe po bën namin kudo. Në video ajo shfaqet gjatë reklamës që po xhironte në fermën e bletarisë teksa I ofrohet mjalt. Mirë po ajo që ka marrë më shumë vëmendje është një zë I njohur pas kuintave që bërtet, Saren Mor. Fenomeni shkodran ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve në videon e publikuar me komentin ikonik që ka bërë gjatë xhirimeve të reklamës. Luizi përfundimisht është zëri I shqiptarëve që nuk I beson reklamat dhe se ata që kanë fjalë shumë nuk kanë asgjë të mirë. Prandaj dhe ai I tha sapo gënjen. Personi që ndodhet në video me Kiarën ka shpërthyer me të qeshura bashkë me moderatoren e cila e ka marrë me sportivitet se fundja Luizi I tillë është. Kiara e ka shoqëruar videon me disa emoji duke qeshur me lot çfarë tregon se sa shumë e ka pëlqyer reagimin humoristik të bashkëshortit të saj. Të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e tyre që e kanë parë këtë video dhe kanë kapur reagimin e artistit shkodran duket se nuk po ngopen se e pari. Ata kanë shpërthyer me të qeshura dhe kanë vërshuar menjëherë me reagime dhe komente të shumta pozitive. Duket se Luizi nuk doresh kurrë qenurin në qendër të vëmendjes dhe gjithmonë do të jetë me moderatoren bukuroshe Kiara Tito kudo që ajo të shkojë. Sigurisht ngacmimet që ai I bën janë gjithashtu lezeti I çdo videoje që ata bëjnë. Është vërtet një personazh që nuk të mërzit kurrë dhe përkundrazi gjithmonë të përcjell të qeshura që në ditët e sotme njerëzit I kërkojnë me lupë. Kjo video që moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar po qarkullon me një shpejtësi marramendëse në rrjet dhe po pëlqejet jashtëzakonisht shumë nga të gjithë shqiptarët që e ndjekin me shumë dashuri dhe dëshirë. Me siguri edhe vetë moderatorja bukuroshe Kiara Tito e di që ndërhyrjet e fenomenit shkodran janë ato që I japin edhe më shumë lezet videove që ajo bën. Por ç'është më e rëndësishmja është fakti se Luizi nuk e lë asnjëherë vetëm. Ai po tregon çdo ditë dhe më shumë se sa pranë I qëndron dhe se sa e mbështet në çdo projekt që ajo bën dhe në çdo hap që ajo hedh. Kjo video e vërteton edhe më shumë këtë gjë.